Kler, si reagove kur të erdhe oferta, kur ta komunikun lajmin që je përzgjedhur për pozitën e ndihmës trajnerit? Bisedimet kanë qenë edhe kur ka ardhur ky trajneri që është i sotshëm, është Paul Olofsson, një trajner që ka bë emër, domethënë nga Allsvenskan ku ka qenë mbi gjitha edhe në Örebro. Posëdon edhe UEFA Pro licencën, një punëtor ka bërë një ndryshim të madh tek Allstadi, edhe ka punu domethënë me projekte afatgjate, ka qef lojtar të rit ju i pët mundësia, por edhe normal që ne i kemi synime që të futemi një ligë më lartë. Kur më ka ardhur mundësia, patjetër që kom pasi një mundësi të rritjes në pozitë, po para se të gjithash edhe të tregoj veten se ku qëndroj unë dhe çfarë janë synimet e mia me zëjen e trajnerit. Si e vlerëson ekipin Karlstad në përgjithësi? Ekip interesant, duke pas parasysh që është një ndër ekipet që ka infrastrukturën më të mirë se disa ekipe, edhe pse që garojnë në ligat më të mëdha se ne. Fakti është që kemi për shembull një fushë të përmasave të mëdha që është e mbuluar, domethënë fazën e dimrit e kryem aty brenda, gjë që nuk e kanë edhe shumica ekipeve elitare. Kështu që për të qenë një vend i vogël me 100 mbi banor është një mundësi tejet e madhe. Esenca është që të vinë shumë gjenerata të reja që dojnë me u zhvillu dhe pa marrë parasysh me pa edhe mundësinë që mund të kalojnë edhe diku tjetër, se besoj që Karlstadi nuk do jetë një ekip vendimtar për ndonjë të ri, po është esenca që më u zhvillu edhe ne sidomos që të rritemi të him në futbollin elitar sued